quajmë ashtu treni i fundit. Një seancë jo legjitime kanë përfshirë propozim buxhetin politik të Republikës së Kosovës për vitin 2026. Po ju drejtohemi përmes kësaj konference, e cila është më legjitime se seanca e thirrur sot në orën 11 nga vetëvendosja. Një seancë që nuk është asgjë tjetër përveç një mjet i zakonshëm populist dhe veprim politik me të cilin lëvizja vetëvendosje është mësuar të operojë. Pas konsumimit të çdo forme manipulimi të opinionit publik që nga muaji prill për të fshehur mungesën e numrave për krijimin e institucioneve, sot po provohet ta quajmë ashtu treni i fundit. Një seancë jo legjitime, jo logjike dhe plotësisht në kundërshtim me rendin kushtetues e me logjikën dhe praktikën parlamentare. Vetëm që Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje të zhveshet nga përgjegjësia e dështimit të saj. Në agjendën e seancës së orës 11 kanë përfshirë propozim buxhetin politik të Republikës së Kosovës për vitin 2026, marrëveshje ndërkombëtare, kredi, borxhe dhe projektigje buxhetore, të cilat do duhej dhe kërkojnë proces serioz dhe konsultim të mirëfill e jo improvizime të ngutshme që shpërfillin rregulloren dhe reduktojnë agjendën shtetërore në dekor fushat. Pikërisht për këtë arsye, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk merr pjesë në një proces kaq të papërgjithshëm. Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon mënyrën e papërgjithshme me të cilën vetëvendosja po tenton sërish të përdorë institucionet e Republikës si instrument të lorave të saj politike. Prej 8 muajsh, vendi mbahet në pasiguri politike nga të njëjtët që sot paraqesin si urgjencë atë që vetë e kanë zvarritur. E njëjta logjik u pa edhe me zvarritjen 15 ditore të mandatarit pa numra. Një proces i humbur që në fillim dhe i përdorur thjesht vetëm për propagandë. Po të kishin vullnet për krijimin e shumicës parlamentare, konsultimet do të ishin bërë me kohë